mos me bo kompromis nëse besojmë që kjo rrugë është e gabueshme. Ma leta orë zoti Gjini une me qenë gabim, unë pe planoj gabimin tam, sepse Kosova nuk ku kur nëse unë e gaboj. Çfarë do relativizimi? Nuk mu po m'vjen mirë tash që je i pari lider i ish opozitës, i cili e pranon që nuk ka shku gjithçka mirë në opozit bombje. Po nuk kemi qysh mos me pranu, Halil. Deri sot se ka pranu askush, asnjëri pikë. Janë dy, për me spjegu këto që më theti, janë 2 ose 3 opcione, kret. 2-3 spjegime, nuk ka ma shumë. E para është me thonë që na jemi konë perfekt, po populli s'po merr vesh, që është gabim, shumë gabim, gabim për demokracinë edhe për ne. Shpesh i midhnu edhe kimi thonë diçka tillë. Nuk duhet me e thonë se nuk ka t'u gabu populli, duhet me ja dhënë opcionin edhe me qenë sakt në opcionin që e japim. Përgjigja e dytë është me thonë që ka qenë qeverisja mirë. E qeverisja është katastrofale. Çiko, unë e besoj një formulë tepër të sakt edhe po më duhet me e thonë këtu, nuk e di ja kom thonë ma përpara në këtë studio. Të gjithë ata, kush do qofshin, ndaqet në politikë, ndaqet në shkencë, ndaqet në sport, ndaqet në biznes, të gjithë ata që për mos suksesin e vetë i fajsojnë tjertë, kanë me vazhdu me dështu. Kjo i ka 2 faqe kjo që e thash. Nëse opozita për mos suksesin e vetë e akuzon dikon tjetër, ka me vazhdu mos me pas sukses. Që jemi të qartë. Amo, nëse Kosova e udhëhequr nga kryeministrin detyrë për krejt mos sukseset e veta, njëherë akuzon Serbin, njëherë akuzon Ameriken, njëherë akuzon BE-n, njëherë Shqipnin, ka me vazhdu me dështu. Qitni nëso shkollat doni këto që e thash, kush do, që i akuzon këtë kohën tjertë për dështimet e veta, ka me vazhdu me dështu. Për mos me dështu, duhet me e marrë një pasqyrë të madhe, shumë të madhe, edhe të pastër, me e la, me e pa vetën njëherë, e atëhere me e stutje. Kjo qeveri po refuzon me e pa vetën, edhe nëse ka me mbetë tillë, ka me vazhdu me nasjell vetëm dështime si shtet. E unë po du gjithë mi pa vetën, se unë po e shoh vetën. Faleminderit Gjini. Zoti